Menuja e bajramit, sipas sugjerimit tim, është mish qingji me pure patatesh, një supë me mish viçi, një sallatë thjesht me panxar dhe për ëmbëlsirë kadaif me krem. Sigurisht që gjëja e parë është bërja e pazareve, duke nisur nga mbulesa tavolinës, setet e pjatave, mish qingji apo viçi, të cilat janë të dyja me ofertë, dhe po ashtu plot produkte të tjera i gjeni me ofertë në Spar me rastin e bajramit. Nuk mungojnë as verat apo birrat pa alkool. Unë mora edhe baklava duke qenë se ishte me ofertë dhe më kapi nepsi kur e pash. Sa po u ktheva në shtëpi, nisa me përgatitjen e mishit të qingjit, duke qenë se qëndroi në furrë për diku te 3-4 orë me këtë metodën e mbylljes dhe doli kaq i shkrifët. I shoqëruar me një pure të ngrohtë patateje me gjalp dhe qumësht, ishte thjesht fantastik. Diku tek gjysmë kile mish viçi e përdora për të bërë një supë të shpejtë me oriz, ku i shtova po ashtu edhe një vezë të rrahur me limon. Bëra edhe një sallatë të shpejtë me panxar, djathë të bardhë dhe portokall. Si mbulesë zgjodha këtë që pat në fillim të videos, sepse doja tavolina të dukej sa më e pastër dhe kombinuar me këtë setin e bardhë të pjatave që po ashtu e kam marrë tek Spar. E fundit ishte për të bërë dhe ëmbëlsira, e cila ka një shtresë kadaif të skuqur me gjalp, një shtresë me krem pasticcerie dhe pastaj krem pana dhe stika sipër. Gëzuar bajramin nga unë dhe Spar.